Kombëtarja e Shqipërisë në basketbol për meshkuj, e cila po përgatitet në Shkodër për ndeshjen zyrtare ndaj Slovakisë në raundin e parë para kualifikues të Europa Basket 2029, zhvilloi një miqësore me ekipin e klubit të basketbollit Deqiq nga Malizi. Ndeshja luajtur mbrëmjen e së mërkurës u dominua nga basketbollistët kuqezi, të cilët dolën fitues. E veçanta e kësaj ndeshje ishte debutimi i trajnerit të ri të kuqezinëve, spanjollit Ricardo Gonzalez, i cili në prononcimin e dhënë pas takimit vlerësoi ftesën e Federatës Shqiptare të Futbollit, ndërsa u shpreh i kënaqur me paraqitjen e skuadrës. Sot ishte një ndeshje miqësore me Malin e Zi. Me Slovakin duhet të përgatitemi më mirë, pasi janë një ekip shumë i mirë. Kemi shumë për të përgatitur, duhet të bëjmë shumë në mbrojtje dhe në sulm. E mirëprita ftesën e Federatës së Basketbollit për qenë në kryet kombëtares. Sa i përket gjendjes së skuadrës dhe përballjes që kemi përpara, duhet të them se ka lojtarë shumë të mirë, e ardhmja është premtuese. Në 3 ditë nuk mund të ndryshojmë shumë gjëra, por do t'japim më të mirën. Isha në ndeshjen Vllaznia Tirana, Pashk Lajdikiri, një i ri talentuar dhe i fuqishëm, ka një të ardhme premtuese. Në 2 mars në sfidën me Slovakin, di që ka një ekip të fortë, do t'jetë e vështirë për ne, por do të bëjmë më të mirën në fushë. Trajneri i skuadrës malazeze të Deqiqit, Simon Iveza, i kishte funksion të dyfish në këtë ndeshje. Trajneri i Deqiqit si dhe zëvendës trajneri i kombëtarës shqiptare. Një ndeshje e cila i shërbej më shumë ekipit kombëtar për përgatitje për ndeshjen me Slovakin, një ndeshje që tregoi momente të mira, kështu që ne si ekip që vjen nga treva shqiptare tregojmë gjithmonë mirënjohje dhe falënderim nga ekipi kombëtar dhe nga Federata Shqiptare e Basketbollit për ftesat për ndeshje të tilla. Shkodra është gjithmonë ekip, qytet sport dashës, edhe këtu ndihesh gjithmonë mirë, sidomos ekipi kombëtar. Akomodimi është i mirë, ushqimi është i mirë, stërvitjet po bëhen me program të duhur. Ekipi është në rinovim e sipër. Kemi filluar që në periudhën kur ka qenë profesor Karaj me rinovimin e ekipit dhe janë ofruar shumë lojtarë të ri, tani kanë ardhur edhe disa të tjerë. Dhe kështu që nuk mund të pritet një gjë që të ndryshojë apo të bëhet shumë e madhe për një cikël apo 2 cikle. Kështu që Shqipëria sigurisht ka një të ardhme të mirë, një të ardhme nëse do të punohet me programin e dur, besoj se në të ardhmen do të ketë suksese. Miqësorja me Deqiqin shërbeu si një test serioz për kuqezinjtë e Koshit në pritje të sfidës zyrtare me kombëtaren e Slovakisë, e cila do të luhet me 2 mars në Pallatin e Sporteve Qazim Dervishi në Shkodër.